Princ Valentino Corleone ngritur kom e konsideron veten fajtor apo të pafajshëm për veprën penale për cilën akuzohet? I pafajshëm. I pafajshëm. Atëherë, të bo incizimi e ilë, se po paskotën nuk bënë. Papi seancën e shqyrtimin gjyqësor ndaj të akuzuarit Princ Valentino Corleone, i cili nga prokurori i Aktërinorën Prishtinë Departamenti i Krimeve të vendosur për kryerjen e veprës penale, blerja posedimi, shpërndarja dhe shitja pa autorizuar e narkotikëve, substanca psikotrope dhe analogë nga 1267 padnit kodit penal të Republikës Kosovës. Shqyrtimi i sotëm është i hapur për publikun dhe fillon në orën 13:41 minuta. Të pranishëm në shqyrtimin e sotëm janë prokurorja e shtetit Dylina Aliti, i akuzuari Princ Valentino Corleone, me mbrojtjen e tij sipas autorizimit të avokatit Ahmet Tajbuli, ndërsa mungojnë dëshmitaret Liridona Hamiti, për të cilën sot përmes telefonit jemi njoftuar nga stacioni policor Verivën e Prishtinë se njëjta ka premtuar që në orën 12:50 ka premtuar se njëjta në orën 12:50 të ditës së sotme do të paraqitet në stacionin policor gjë të cilën nuk e ka bërë. Po ashtu mungon dëshmitarja Alba Beratari, për të cilën me datën 16/06/2026 është kërkuar nga stacioni policor Jugun e Prishtinë që të sigurohet prania e saj në seancën e sotme, mirë po deri në këto momente gjykata nga stacioni policor Jugun e Prishtinë nuk ka pranuar kurfar njoftimi lidhur me arsyet e mos realizimit të kësaj urdhërese. Dhe po ashtu mungon dëshmitarja Mirdita Shabani, për të cilën në flet 5 është shënuar adresa jo plot. Pasi që e krijuar kushte për mbajtjen e shqyrtimit të sotëm gjyqësor, këtë gjë avendim me të cilën mbahet shqyrtimi gjyqësor, i cili është i hapur për publik. Regjistrimi në mënyrë audio do të bëhet ndërsa në mungesë e pajisjeve përkatëse me këtë sallë të gjykimit do të mungojë video dhe incizimi në mënyrë stenografike. Paraleloj personat e pranishëm në gjykatë që të sillet si duhet,
të mos e pengoj punën e gjykatës, i njoftoj për mundësinë e dhënies së vërejtjes, nxjerrjes jashtë nga gjykatoria së mundësisë shqyrtimit, dënimit me gjobë deri në 1.000 euro. Shkon të 1.000 euro aty ESA, PQRS, po ashtu regjistrimi dhe filmimi me kamera do të lejohet deri në marrjen e një vendimi tjetër. Princ Valentino Corleone ngrit në kom, a ka në ndryshim dhonat e juja personale prej atyre që e keni dhonë shqyrtimin fillestar? Jo. Janë të njëjtë. Okej, edhe njerë po ta përkujtoj se për shkak të ndryshimit adresës, vendbanimit aktual, lidhur me adresën e re deri në përfundim të shqyrtimit gjyqësor, e ki obligim me një gjykatë. A kuptoj këtë detyrim? Po ashtu udhëzohesh që me vëmendje me përcjell shqyrtimin gjyqësor, gjatësi shqyrtimit gjyqësor ki drejt me paraqit prova, fakte, mu i bo pyetje dëshmitarëve, ekspertëve, bashkëakuzuesve nëse ka. Po ashtu mundësh mu deklaru lidhur me çështjen, po mundësh edhe mos mu deklaru. Nëse vendos mu deklaru atë në pyetje caktuar me cilat mendon që vetën apo dënjantar të afër familjes se i kriminon vepër penale që para trupit të rënd, apo ndjekjes penale ki drejt mos mu përgjigj. Po ashtu mundësh mu mbrojt vetë ose me ndikimin e avokatit mbrojtës. E kuptoj këto drejta që do takojnë? Okej, a ka nevojë mu lexu atë akuza? Jo. Nuk ka nevojë. Princ Valentino, a e ki kuptuar këtë akuzë? Për. A ki nevojë për sqarim e shtesë? Jo. E konsideron veten fajtor apo të pafajshëm për veprën penale për cilën akuzohet? Drejt pafajshëm. I pafajshëm. Mirë, mund shkumur. Tani. Pasi që i pa ndevri, nuk e pranon fajësinë për veprën penale e cila i vihet në barë, shqyrtimi gjyqësor Shqyrtimi gjyqësor vazhdon me fjalën hyrëse të parë. Prokurori urdhëron cilat fjala hyrëse juaja shkojnë drejt për drejt për procedurën. Akuzën e ngritur nga ana e prokurorisë të themeluar në Prishtinë. A mundeni pak mua me zor që nga prokurore? Akuza e ngritur nga ana e prokurorisë të themeluar në Prishtinë, Departamenti për krime të rënda, kundër të akuzuarit Princ Valentino Corleone për veprën penale blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, substanca psikotrope dhe analoge nga njeri 267 paragrafi 1 të KPRK-s, Paragrafi 1 të KPRK-s është mbështetur, atë akuza është mbështetur në prova dhe dyshmi të mjaftueshme, të cilat i kemi propozuar nga këtë akuzë që të administrohen gjatë shqyrtimit gjyqësor. Të cilat i kemi propozuar nga këtë akuzë që të administrohen gjatë Çfarë ka dalë prokurori tutna, nga këtë akuzë? që të administrohen Po, në shqyrtimin gjyqësor. në shqyrtimin gjyqësor. E që janë raporti ekspertizës nga Agjencia e Kosovës për Forenzik me numër të rastit, me numër AKF, tyre për 2023, bëjet 45, tyre për 23, Liz 959, i datës 12/5/2023, Liz 959 i datës 12/5/2023, vërtetimi mbi sekuestrimin e përkohshëm të sendeve me numër RY 2023 11 2KKO Liz HTN Veç pak. Të përkohshëm të sende me numër RY Liz 2023
viz 11, viz 2023, viz 11, viz 2 KKO, viz DKKO, 2 KKO, DKKO. viz HTN, viz PR, 52. Veç pak, DKKO, viz HTN, viz PR, HTN, viz 52 i datës, HTN, viz PR, po, viz 52 i datës, viz 52 i datës, 17/3/2023, 17/3, ja? 2023, procedurali I kontrollit I datës 17/3/2023, si dhe fotodokumentacioni, 17/3/2023, si dhe fotodokumentacioni në shkresat e lëndës. 2023, si dhe fotodokumentacioni në shkresat e lëndës. E po ashtu edhe me dëgjimin e dëshmitarëve, të cilët kanë propozuar në këtë akuzë, E po ashtu edhe me dëgjimin e dëshmitarëve të cilët janë propozuar në këtë akuzë, Livdona Amici, Alta Bajraktari dhe Mirdita Shabani. veç dëshmitarëve të cilët janë propozuar në këtë akuzë, rregullosh, Do të vërtetohet. do të vërtetohet, Gjendja faktike përshkruar në këtë akuzë, do të vërtetohet gjendja faktike e përshkruar në këtë akuzë, dhe do të vërtetohet si akuzuari Princ Valentino Corleone dhe do të vërtetohet se i akuzuari Princ Valentino Corleone ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet si në këtë akuzë. ka kryer veprën penale, Për të cilën akuzohet si në për të cilën ka kryer veprën penale, për të cilën akuzohet. për të Që nëse cilën ka vëllat. akuzohet si në Doria shikja atë të akuzë. akuzën në këtë tebe, substanca psikotrope dhe analume Po, diçka tjetër a keni prokurore, nëse jo farnës mundën e mund, Avukat Ahmet, Po, faleminderit shumë. fjala hyrë se juja, shkojmë drejt për drejt për procedurë. Në është I lëtoj fali për anesën, po një kështu të kam do në shërbim, kështu që Kemi qenë njoftuar me procedurë bashkë, Avukat Ahmet. ta kom shkruta me të dhejta, për shaftë Për çka keni shkruar nuk e di, por shkruar kam do, se prandaj të po afoj. Në rregull është mund me vazhdu më aty që Avukat. Në këtë proces gjyqësor, Në këtë proces gjyqësor, nga provat, kredo ku që ki probleme të tregoj. Në këtë proces gjyqësor, nga provat e propozuara nga ana e prokurorisë, nga provat e propozuara nga ana e prokurorisë, sikur se ato materiale, ashtu dhe nga dëshmitarët e propozuar, sikur se ato materiale, po ashtu edhe nga dëshmitarët e propozuar, në fund të këtij procesi, në fund të këtij procesi, do të bindeni se I mbrojturi nuk ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet. Por, kemi të bëjmë me figurën e një veprë tjetër penale nga neni 269 I kodit penal të Republikës së Kosovës, nga neni 269, paramendit kodit penal të Republikës së Kosovës, po, e të cilën ne dhe mbrojturi e kemi pranuar që nga faza e parë e kësaj procedure, dhe po ashtu në rast të reflektimit të prokurorisë jemi të gatshëm që ta punojmë prapë. Faleminderit. Faleminderit Avukat Ahmet, jemi të gatshëm që ta pranojmë prapë. Do të thonë veprën penale nga neni 269 paragrafi. Mirë. Princ Valentino mbretur kom, a pajtosh me fjallën hyrë se të prezentumin nga avukati mbrojtës? Po, Okej, a kemi në shtu diçka Jo. tjetër? Nëse jo mundin e mund. faleminderit. Prokuroria Dulin, a qëndroni pranë propozimit njëjtë që në cilësinë e dëshmitare, mu dëgju dëshmitarët e propozuara si me atë akuzë, apo keni ndaj propozim Në tjetër? besëm pra propozimin të tonë personës më
Ne propozim tjetër përveç këtij Jo, nuk nuk jep. kam tjera propozime. Jo. Është pa mund me lexuar kanallat. Jo. Nëse s'kemi pyet për Po këtë nuk po çfarë këthy se diçka që arsye me sa instrument në seancë këto që më besën pranë propozimit këtohen për seancën e radhës. Këtohen. Që seancën e radhës edhe ne ofru diskutimet e propozimit si na trafu. Okej, mirë. Mundin. Atëherë, pasi që nuk ka fushë për vazhdimin e mëtej të këtij shqyrtimi gjithësor, këtë gjë merr agrendim, me të cilën shtyhet shqyrtimi i sotëm gjithësor për datën do të mundohemi të gjetim datë sa më të pakët që është vendmundur. Në mirë. Mirë, ditën e mirë, ka dhe mirë. Të kemë në shu procesën. Ka. Të kemë në shu procesën. Nuk ka që për cilë, në të mësimi.